ardhur sot për të inspektuar punimet në tribunën e stadiumit Vorës. Po punohet në të gjitha ambientet në mënyrë që në një kohë sa më të shkurtër të përfundojë tribunën dhe ta kthejmë Vorën të luajë prapë në shtëpinë e vet. Ky stadium, në cilin ne në bashkëpunim me Bashkinë po investojmë, do kthehet në një stadium të kategorisë 3 për të organizuar edhe ndeshje ndërkombëtare deri në një fazë të caktuar, kështu siç e parashikon manuali. Punimet po ecin me shpejtësi, besojmë se brenda këtij viti ky Vorës do kthehet në shtëpinë e vet. Ky është një investim shumë i rëndësishëm i Federatës Shqiptare të Futbollit në bashkëpunim me Bashkinë, i cili do t'i sjellë një stadium modern Shqipërisë duke përmbushur standardet e UEFA-s edhe FIFA-s. Federata Shqiptare e Futbollit nuk ndalet vetëm me këtë projekt, por projektet vazhdojnë edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, duke përfshirë 2 fusha në qytetin e Durrësit, të cilat po bën bashkëpunim me Bashkinë dhe me klubin e Teutës. Gjithashtu po ndërtohen 2 fusha në qytetin e Prenjësit dhe gjithashtu kemi edhe 2 fusha në qytetin e Gjirokastrës, ku të gjitha këto janë hapat e fundit për montimin e tapetit artificial. Njëkohësisht, ditët në vijim do të fillojë dhe mbjellja e fushës së 3 tek ambientet e shtëpisë futbollit, duke i shtuar edhe një fushë të re qytetit të Tiranës, e cila do përdoret për kombëtaren e madhe dhe kombëtaren e moshave.